një prej shtetërorëve që i kanë shërby është kanë edhe një djalë i jahudijes. Ky djali prej familjes të varfër edhe ka ly punë. Don Zoti që punsohet me i shërby pejgamberit asom, edhe pse ky jahudi. Edhe gjatë ditëve që i shërbej ke pejgamberi asom, ky ndikohet pe moralit, pe sjelljes të pejgamberit asom shumë. Mirë po me pranu Islamin nuk gëzon prej babës vet. Derisa një ditë smuhet ky djali, edhe mungon te pejgamberi asom disa ditë. Pyet pejgamberin thotë ku është filani? I thonë dërgumi i Allahut është smut. Edhe shkon pejgamberi asom me vizitu. Kur me vizitu djalin e jahudis. Shkon në ziaret edhe kur shkon e sheh që ky veç nuk i ka më shumë për jetës edhe do të kalon në ahiret. Pejgamberi asom tash më herët nuk i ka thonë që pranoi Islamin. Për shkak se ka desh pejgamberi asom që ky mund ndiku pe sjelljes të pejgamberit asom edhe vetëm e pranu. Si në farforme sikur i ka dhënë kohë, i ka dhënë afat, mirë po tash kur peshet që është i smut, edhe është smundja e vdekjes, atëherë pejgamberi asom e kupton që ky nëse këto momente nuk e shqipton dëshmin, atëherë s'ka kurrë, s'ka kohë, s'ka afat. Për çata i thot pejgamberi alayhis salam thot shqiptoj shahadetin, thuje fjalën la ilaha illallah, ndash me pshu pe zjarmit të xhenemit. Ai nuk po guxon me shqiptu. Herë e kqyr babën, herë e kqyr pejgamberin asom. Po lyp aprovim prej babës. Mirë po pejgamberi asom prapë ja përsërit thot shqiptoj shahadetin, dëshminë ndash me shpëtu pe zjarmit të xhenemit. Për shkak se kusht për me hinë xhenet duhet me qenë musliman. Ai prapë e kqyr ke babën, prapë e kqyr ke pejgamberin asom. Atër baba pjep shej me krypi thët respektoje dërgumin e Allahut, ndëgjoje fjalën e tina. Atër djali para se me vdekje shqipton shahadetin, nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i dërgumi i Allahut, edhe kalon jetën e amshushme, kalon në ahiret. Del pejgamberi e selam prej shtëpisë të këtij jahudis, edhe del i gëzuar pikësh fytyra. Edhe po thët shqyr elhamdulillah që Zoti e buni unë me kanë sebeb shkak që ky me pështu pe zjarmit xhenemit. Mos me kalu pe kësaj jete përveç se si musliman. Dert i pejgamberit sa preokupimi i tij është kanë që mi pështu njerëzit prej zjarmit xhenemit. Këtë jetën e tij ka kushtuar që qysh mi ofru njerëzit në rrugën e vërtet edhe me bu sa më shumë banor xhenetit. E jo me lujtë rolin kanë herë qysh pe luajn shumë ndoshta edhe prej fatkesisht për muslimanëve të cilët pe luajn rolin që e luan shejtani. E çka është roli i shejtanit? Pasi që vet ka me shku në xhenem, mundohet që këtë njerëzit mi deviju edhe mi marr me vetin xhenem. E ky nuk na takon neve. Ky rol me lut me ofru njerëzit ka xhenemi, po na takon me ndjek shembullin e pejgamberit sa më shumë mundu që mi ofru njerëzit ka rruga e vërtet e me u bë pe xhenetlive. Inshallah Zoti na bën si till, inshallah Zoti na bën pe banorëve të xhenetit e na rrugë nga zjarri i xhenemit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.